Ho, 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 ho! Edhe këtë vit, Baba Dimri po vjen me dhurata për të gjithë ju fëmijë të dashur e të edukuar. Baba Dimri e din që jeni sjell mirë, megjithse ky vit ka qenë ndryshe prej viteve të tjera. Të gjithë ju keni kaluar më shumë kohë në shtëpi dhe jeni mërzitur pak që nuk keni mundur të takoni shokët ose shoqet tuaja në kopsht apo në shkollë. Keni dëgjuar më të rriturit që përdoren fjalin virus, koronavirus ose COVID-19 e ndoshta edhe mund të jeni friksuar pak. Koronavirusi është një mikrob i vogël që nuk shihet me sy, i cili përhapet në ajër kur kollitemi, teshtijim, këndojmë ose flasim. Nëse jemi pranë njëri tjetrit dhe nuk mbajmë maskë, virusi mund të nxitet nga njëri tek tjetri dhe të na sëmurë. Këto festa do të jenë pak më ndryshe, por Baba Dimri do të vi tek ju së bashku dhe do të festojmë si për herë. Po ju tregoj një sekret. Baba Dimri dhe elfat e tij e mbajnë maskën, nuk qëndrojnë shumë pranë me njëri tjetrin dhe para se të mbështjellin dhuratat të lajnë duart me ujë e sapun dhe i dezinfektojnë ato, që mikrobet mos të përhapin dhe të na sëmurin. Ndoshta për këto festa nuk do të mund të takoni gjyshin dhe gjyshen, pasi për shkak të virusit ata mund të sëmurën, por ju mund t'i telefononi ata sa herë të doni. Fëmijë të dashur, përpara se të hapni dhuratat, dhe ju mos harroni të lani duart dhe mos qëndroni shumë pranë me mysafirët. Mbani në mend që Baba Dimri ju do fort dhe ju uron me zemër gëzuar festat e qofshin gjithmonë të shëndetshëm. Ho ho ho!